shembull, po marrim rastin e hoteleve se për këtë jemi sot më shumë. Hotelet ose dhe resortet për shembull. Hotelet dhe resortet. Nga viti 2023 ne kemi patur 300 hotele në databasin ton të kontrolluara të certifikuara. Sot që po flasim janë mbi 1500 hotele të certifikuara. Një sondazh mund ta bëni lehtë dhe ju si në jug, në veri, në qendër për hotelet. Janë të certifikuara. Çfarë do të thotë certifikuara? Është një certifikat që tregon konformitetin e këtij impjanti elektrik. Mbi 1300. Kemi të institucionet arsimore. Nuk është se ka qenë risi, po me qenë se institucionet arsimore private janë ushtuan edhe ne u fokusuam tek këta institucione. Kemi bërë, në 2023 kemi pas 0. Sot që po flasin, kemi mbi 250 të certifikuara. Vazhdojmë më poshtë, kemi futur spitalet dhe klinikat private. Besoj tani e kuptove se kush quhet analizë e riskut. Pra, përqendrimi i njerëzve, fokusi i madh, niveli i moshës që përdorin këta implante, këta gjëra. Gjithashtu, në të gjitha subjektet e tjera që mund të jenë restorante, mund të jenë fabrika, etj, kemi shku nga 600 në 5000, mbi 5000. Pra, ky është një volum i madh, punës se të shkosh të inspektosh 5000 subjekte.